Mjeku çudit botën, kosi në mëngjes shëron këto tre sëmundje. Ja kush duhet ta konsumojë menjëherë. Kosi përmban dy nga përbërësit ushqimor më të rëndësishëm për dietën tuaj, proteinat, që japin trupit fuqi dhe energji dhe kalciumin që ndërton kockat tuaja. Nëse doni të vini trupin në formë dhe të humbisni kilogramat e tepërt, ose nëse doni të forconi imunitetin tuaj kundër virozave të stinës ose të ftohtit, kosi është një ushqim i zgjuar, i cili mund t'jap shumë përfitime. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ka qindra arsye pse kosi duhet të jetë konsistent në dietën tuaj. Edhe një nga këto është se ai mund të konsumohet në çdo vakt të ditës. Gjithashtu, sipas Healthline në këtë video, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i kosit. Ndihmon në eliminimin e kilogramëve të tepërt. Hani të paktën 500 gram kos në ditë dhe bëhuni gati të blini pantallona ose xhinse të reja. Një përmas më të vogël, kjo kuptohet. Kosi është shumë i mirë për ata që duan të mbajnë një dietë më të mirë dhe më të kontrolluar. Sipas një studimi amerikan të cilët i referohemi, të konsumoni të paktën 500 gram kos në ditë mund të ndihmojë në humbjen e të paktën 22% më shumë peshë në pjesën e belit dhe 81% më shumë djam në pjesën e barkut, se ata persona që nuk e shtojnë kosin në dietën e tyre. Djami rreth belit prodhon hormonin kortizol i cili thot trupit të shtojë më shumë djam. Kur hani kos, kalciumi drejton qelizat djamore të prodhojnë më pak kortizol. Kur hani kos, kalciumi gjithashtu është një mbrojtje shumë e mirë që ju ndihmon në humbjen e kilogramëve të tepërt dhe përmirësimin e shëndetit tuaj. Kosi do të ofrojë bakterie të shëndetshme për stomakun. Bakteriet e mira të kosit janë bakteriet të cilat jetojnë në aparatin tuaj tretës dhe ndihmojnë në zhdukjen e mikroorganizmave të këqija që mund të shkaktojnë edhe infeksione. Për këtë arsye, kosi ndihmon në tretjen e ushqimit. Kosi është perfekt për ata që vuajnë nga fryrja. Kosi është i pasur plot me vitamina dhe minerale, që do të luajë një rol pozitiv në rigjenerimin e organizmit. Një prej elementeve të pektinës mund të ofrojë gjithashtu edhe mbrojtje më të mira. 500 gram kos i shtuar në dietën tuaj do të ofrojë vitamina dhe minerale të shëndetshme të tilla si potasiumi, fosfori, jodi, zinku, riboflavina, vitamina B5, gjithashtu edhe ushqyes të ndryshëm, siç është vitamina B12. Vitamina B12 sidomos është shumë e rëndësishme për dietën tuaj, por edhe një vitaminë që gjendet zakonisht te mishi i pulës ose peshku. Vegetarianët mund të marrin këtë suplement që u mungon te kosi. Vitamina B12 është e rëndësishme pasi mban nivelin e durë të qelizave të kuqe të gjakut dhe ndihmon gjithashtu në funksione normale të sistemit nervor. Kosi është një ushqim perfekt pas palestre. Kur stërviteni, kosi mund të jetë gjithashtu një element i duhur ushqyes. Pas stërvitjes, ju keni humbur energji dhe nuk ruani muskujt si duhet. Prandaj, pas një stërvitje të gjatë dhe stërmunduese, për të zëvendësuar energjinë e humbur, merrni proteinën e duhur të rëndësishme për të fuqizuar muskujt. Kosi ndihmon edhe në thithjen e ujit nga aparati tretës dhe ju rihidraton më shumë pas stërvitjes në palestër. Konsumi një tasi me kos brenda 60 minutash pas palestre mund të ofrojë rezultate më të mira në rigjenerimin e trupit. Kosi do të ofrojë nivele të mira të kalciumit. Kosi është i pasur me kalcium dhe kalciumi është përbërësi kryesor ushqimor për të pasur kocka të shëndetshme. Për këtë arsye, kosi është i rëndësishëm edhe për të vegjëlit. Kockat e të cilëve janë duke u formuar, gjithashtu edhe për të rriturit dhe të moshuarit të cilët duhet të kenë kujdes me atë që shtojnë në dietën e tyre për të mirëmbajtur kockat e shëndetshme. Shumica e njerëzve nuk e dinë se kosi i thjesht është i pasur me kalcium më shumë se kosi me fruta që mund të blini në supermarket. Konsumoni kosi natyral dhe shtoni fruta të freskëta, si të thata dhe ato të stinës. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë për persona që kanë tension të ulët. 70% e njerëzve konsumojnë 2 herë më shumë krip se ç'është e rekomanduar. Kripa, sado që i shton shije ushqimit, ajo mund të krijojë gjithashtu probleme në organizëm kur te kalohet masa ndikon negativisht në sëmundjet e veshkave, të zemrës e të tjera. Potasiumi i kosit pastron trupin nga sodiumi dhe kripa e tepërt. Sipas një studimi amerikan,
Të rriturit të cilët hanë 1 ose 2 porcione me kos në dietën e tyre, kanë gjithashtu një mbrojtje më të mirë kundër tensionit dhe një rritje më të mirë të përfitimeve të organizmit në shëndetin e tyre. Një gotë me kos në mbrëmje mban doktorin larg. Tani që është edhe kulmi i sezonit të ftohjes, kosi mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese, e cila mund të shtojë shumë përfitime në dombit të shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sipas ekspertëve, kosi do të ofrojë preventiv mjaft të mirë në parandalimin e problemeve të bezdisshme që na prekin vazhdimisht gjatë dimrit. Sipas një studimi të Universitetit të Vjenës, gratë që hanë 1 ose 2 filxhan me kos çdo ditë kishin gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit të tyre të qelizave të aktive më të forta, të cilat, nëse mbani mend nga biologjia, ndihmojnë në luftimin e infeksioneve dhe janë të mira në rritjen e imunitetit gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Acidi laktik te kosi ndihmon në mbrojtjen e mishrave të dhëmbëve. Kosi, i shtuar në dietën tuaj, ndihmon në luftimin e problemeve të ndryshme të dhëmbëve. Një arsye tjetër për të shtuar gjithashtu një buzëqeshje më të bukur në pamjen tuaj. Kosi është një produkt shumë i rëndësishëm edhe për florën bakteriale. Pasterizimi nuk e dëmton probiotikun, por bakteriet e dëmshme të kosit. Procesi i pasterizimit të qumshtit mund të jetë gjithashtu një ndikues. Kosi është i pasur me nivele shumë të mira të proteinës. Proteinat janë në përbërës kryesor në trupin e njeriut që merren me ndërtimin dhe mbarvajtjen e trupit dhe të gjitha funksioneve metabolike. Kosi është i pasur me proteinë dhe një mënyrë e shëndetshme për të marrë proteinën në dietën tuaj është edhe konsumi i kosit. Ndaj konsumit të tij brenda normës lejuar do të ketë një ndikim fantastik në rigjenerimin e shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit nga më të konsumuarat përveç shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra dhe shije të ndryshme. Kosi mund të hahet me të ëmbla, me të kripura në mëngjes, në drekë ose në darkë për një vakt më të lehtë. Kosi është i pasur me kalium, kalcium, magnez, vitaminën B2, vitaminën B12. Dhe në këtë video do të mësoni më shumë për vlerat befasuese të kosit dhe ndikimin e tij në shëndetin tuaj. Një prej ndikimeve më të mira të kosit është edhe ai në aparatin tuaj tretës. Konsumi i kosit përmirëson tretjen dhe konsumi ditor i tij veçanërisht në mëngjes mund të mbrojë sistemin tonë tretës nga toksinat dhe bakteriet e dëmshme. Ai e qetëson sistemin e rënduar nga inflamacioni dhe dëmet e shkaktuara prej tij. Kosi është një produkt fantastik në rritjen e vlerave të imunitetit. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin ta bëjë atë më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme si zinku, magnezi dhe seleniumi. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë e shtuar në dietën tuaj edhe kundër tensionit të lartë të gjakut. Sipas të dhënave, kaliumi të kosit ndihmon në eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi. Në këtë mënyrë kosi ndihmon në uljen e niveleve të tensionit të gjakut dhe përmirëson gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zemrës. Kosi është një aleat i vërtet i grave sepse parandalon mykun dhe problemet të tyre imunitare. Kosi përmban laktobacile, bakteriet të cilat ndihmojnë në frenimin e rritjes së mykut dhe infeksioneve të tyre. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë e dietës suaj edhe për të ofruar kocka më të forta dhe më të shëndetshme. Një filxhan me kos i shtuar në dietën tuaj do të ofrojë 275 mg kalcium. Për këtë arsye, nëse e konsumoni kosin që në mëngjes, ju i keni dhënë kockave forcën e duhur për të patur gjithashtu një mbrojtje më të mirë të tyre. Kosi është një produkt fantastik kundër bakterieve të këqija. Kosi përmban probiotik që eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi juaj tretës. Nëse vuani nga fryrja e stomakut ose diarrea, është e këshillueshme të hani kos për mëngjes. Kështu, shtimi i tij në dietën tuaj do të jetë një përzgjedhje e mirë ushqyese. Kosi është një mundësi shumë e mirë për ata persona që duan të humbasin kilogramet e tepërt në trupin e tyre. Kosi përmban pak kalori dhe për më tepër konsumi i tij do të ulë edhe prodhimin e qelizave të yndyrës dhe do të nxjisë organizmin tuaj në humbjen e kilogramëve të tepërt. Ndaj, mundësoni edhe një paketë me kos çdo ditë në dietën tuaj për të marrë këto përfitime, citon Healthline. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.